fluturat. E shikon Mali? E bën me shumë qef mbledhjen e fluturave në pyll. E di, dhe madje kur e shikon, duket e lehtë. Bëj kujdes se mos largohet. Më shpëtoj. Më vjen shumë keq si Lobela. Nuk ka gjë. Le të shohim për të tjera. Ja pra, ku është më narku i madh që ju ka shpëtuar më parë? Po, dhe nga vjen ajo? Ishte hera ime e parë që shikoja një të tillë në pyllën magjepsës. Po, është një flutur shtegtare. Një flutur shtegtare? Kjo do të thotë që ajo mund të udhëtojë në vende të ndryshme. Po mirë, do të shohim nëse gjejmë të tjera. Deri atëherë prisni këtu dhe shkoni të thërrisni Kiki. Miqtë e mi të dashur, kjo është balona jone e madhe që do ta çojmë lart. Po mirë, duhet ta ngjisim lart tashmë. Le të shkojmë në livar. Edhe me këtë rrjet, ato nuk ka se si të na shpëtojnë. Jo, Polu, nuk duhet i kapesh ashtu. Po, dhe nuk e kupton? Jam për t'i vëzhguar. Po mirë, Lobela, në rregull. Vazhdoni, fryeni më shumë. Më mirë ta kisha marrur përparsën e kuzhinës sime. Bobo, rozova. Dhe tani kemi një timon që ka goxha efekte. Po me që është kështu, atëherë bëjeni vetë. Ata janë këtu, miqtë e mi, nxitoni tani. Kush Koko? Kush është aty? Monarkët e mëdhenj, ata po mbërrin, unë i pash ata. Çfarë mund të bëjmë? Mund t'i lëmë që të kalojnë. Bëu gati Koko, vetëm ti mund të mbërish aty. Po mirë. E kuptova. Shikoni atje. Ato po afrohen. Ky kafaz xhami do funksionoj për bukuri, miqtë e mi. Po, Kiki. Ashtu ato mund të jetojnë dhe të shohin. Do të shkoj të mbledh disa lule që t'i fus në kafaz. Mendim i mirë, këtë të bëj dhe unë. Në rregull pra, pothuajse ne mbërritëm. Mbani qetësi ju të dy, do t'i friksoni ato. Shumë mirë. Hey! Zoti i madh! Të lutem. Afrohu, Zuzu. Shiko aty, çfarë po ndodhi Lobela? Shiko, fluturat pothuajse sikur po zhduken. Po janë të jashtëzakonshëm ashtu siç ja dolëm ne me sukses. Dhe monarkët e mëdhenj janë në procesin e tyre të rritjes. Ma shpjego pak, Zuzu? Do të thotë që ato mund të transformohen apo jo? Po. Dhe larvat e tyre si vemje do të bëjnë më pas fluturat e reja. Ta shikojni pak ciklin e tyre të mbijetesës. Për fluturat që do të vinë më pas kanë për të qenë në 30 lloje. Kjo është e mahnitshme. Me idenë tonë të re ne i kemi mbrojtur ato. Po, dhe madje brenda pak javësh do të kemi një morinë fluturash në këtë vend. Kush nga ju dëshiron për të ngrënë? Shiko, ne kemi tashmë një koleksion të jashtëzakonshëm.